إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdueshmëria në vepra të mira është begati shumë e madhe për besimtarët dhe është arritja e qëllimit të tyre. Thot pejgamberi alayhi salam se njerëzit më të mirë janë ata që jetojnë gjatë edhe bajnë vepra të mira. Pra qëndrueshmëria në vepra të mira edhe vazhdueshmëria në nënshtrim ndaj Allahut, ndaj urdhrave dhe largim prej ndalesave është cilësi e robërve të Allahut, gjë e cila është rrugë e vetme e cila të shpije në lumturi. Thot Allahu në Kur'an: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Me të vërtet, ata që thonë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj janë të qëndrueshëm në të. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Do t'ju zbresin atyre engjëj, do t'ju zbresin melekët dhe do t'ju thonë: mos u frikoni dhe mos u pikëlloni. Dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gëzojuni këtij xheneti që ju është premtuar juve. Allahu e ka urdhëruar pejgamberin alayhi salam dhe besimtarët që të jenë të qëndrueshëm në fe. Mos më kanë labil në fe, po më kanë stabil, edhe më kanë të qëndrueshëm deri në pikën e fundit. Thot Allahu: "Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'ak." Ti o Muhammed, qëndro në rrugën e drejtë, ashtu siç e urdhëruar, dhe ashtu kush pendohet, le të veprojnë me ty. Prej shkaqeve që ndihmojnë njeriu që të jetë stabil në fe, I qëndrueshëm në fe, është të kapurit për Kur'anin, leximin e Kur'anit dhe praktikimin e urdhrave të Kur'anit. Se thot Allahu në Kur'an: "Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Ata që nuk besuan thanë: përse të mos I ketë zbritur ati, të mos I ketë zbritur Kurani Muhamedit alayhi salam, për më njëherë. Allahu tha: kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Ashtu e zbritëm pjesë që me të forcojmë zemrën tënde. Pra dihet se Kurani nuk ka zbritur për më njëherë. Kurani ka zbritur sure, ajete, pjesë. Për 23 vite Allahu e ka shpall Kuranin.
Për shkaqeve tjera është imani në Allahun dhe veprat e mira. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Thot Allahu do t'i forcoj besimtarët me fjalën e fortë, me fjalë të fortë, edhe në këtë, edhe në botën tjetër. E Katada në komentin e këtij ajeti ka thonë, në këtë botë i forcon me hajër, me mirësi, me vepra të mira, ndërsa në botën tjetër i forcon varr, i forcon natën e varrit. Prej cilësive të besimtarëve sa ata i drejtohen Allahut me lutje, i drejtohen Allahut me dua, duke kërkuar nga Allahu që t'i forcojnë fejnë e tina. Thot Allahu, duke treguar mënyrën se si luten besimtarët, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti jon, mos na i lako zemrat pasi që na drejtove. O Zoti jon, mos na devjo pasi që na udhëzove. Kjo do të më konë derti madhi çdo besimtarit, që më konë i qëndrueshëm fe deri në frymën e fundit. Me nejtë stabil deri në frymën e fundit. Deri sa të vija me lejko i vdekjes me ja marrë shpirtin. Përmendja Allahut është prej gjërave që më së shumti e ndihmon njeriu më kanë i qëndrueshëm në fe. Ashtu siç e ka bërë Allahu subhanahu wa taala përmendjen e tij shkak për qëndresë në betejë, për qëndresë në luftë. Thot Allahu, ja ejuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. O ju që besuat, kur të ndesheni me ndonjë çet të armikut, kur do të ndesheni në një betejë, bëhuni të vendosur fort, bëhuni të fort, vazhdimisht përmendeni Allahun për të qenë të shpëtuar. Zgjedhja e shoqërisë së mirë e ndihmon njeriu që të qëndrojë në rrugën e drejtë. Së di se shoqënia mundet me të lejthit. Nëse e ki shoqëninë e keqe, mundet me qitë prej rrugës së vërtetë, prej rrugës së Zotit, mundet me deviju, mundet me të nxjerrë edhe në shirk edhe në kufër, duke vrapu pas kënaqësive të dunjas. Thot Allahu, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Dhe bëhu i durueshëm me ata që i luten Zotit në mëngjes dhe në mbrëmje, duke dëshiruar kënaqësinë e tina, dhe mos i largo sytë tu nga ata në të tjerët, duke dëshiruar stolitë e kësaj bote. Pra njeriu do të më bëj sabër edhe në kryerjen e obligimeve, po edhe në kryerjen e veprave të mira do të më bëj sabër, do durim. Se lodhet kanë njerë njeri. Lodhet kanë njerë njeri. Do të më bëj sabër, do të më bëj durim, që më kanë i vazhdueshëm vepra të mira, se pa sabër nuk ka kur gjë. Në çdo vepër, në xhirim, do të më bëj sabër deri në iftar, mos më hangër, mos më pi, mos me shiku në haram, mos me dëgju në haram. Mos me bo vepra që i nuk i do Allahu subhanahu wa taala, edhe namaz dush me bo durim. E fal namazin e sabat, vjen namazi i drekës, vjen namazi i arshëm, deri namazin e yacis. Dush më kon sabëli, edhe mi fal 5 namaz. Pra, sabri vjen në çdo porë të jetës, në çdo segment të jetës duhet sabri dhe duhet durimi. E durimi të ndihmon ato gjitha gjërat. Thot Allahu, ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'a sabirin. Thot o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim edhe me namaz, me të vërtetë se Allahu është me durimtar. Kërkoj ndihmën e Allahut, kina i breng, kina i gale, bën sabër, bën durim, edhe kërko prej Allahut, çu fali 2 rekate, birin sejdë Allahut subhanahu wa taala dhe lutë Allahun subhanahu wa taala për problemet e tua, se Allahu gjen zgjidhje. Lutë Allahun dhe kërko prej Allahut çka dëshiron, se Allahu t'jep. Allahu është shumë i pastër, Allahu është shumë i fuqishëm, pushteti i tij është shumë i madh, pasuria e tij është shumë e madhe. Pale, mu çuki dunjaja dhe me lutë Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu më dhon këtve. A disa e marrin Zotit prej pasurisë së tina, sa mundet me marr gjylpana ndeti. Sa minut uj me marrë gjylpana ndeti, qash krejt dunjaja me lutë Allahun dhe Allahu mja pranu, qash mujnë mja marrë pasuninë Allahu subhanahu wa taala. Se Allahu shumë i pasër. Na s'puna me paramendu se sa i pasër është Allahu, se sa i fuqishëm është Allahu subhanahu wa taala.
Prej gjërave të tjera që na ndihmojnë më kon të qëndrueshëm fe, është meditimi rreth dënimit të zjarrit edhe begative të xhenetit. Mi po studijat. As me menu veç për xhenem, as me menu veç për xhenet, për studijat. Menon edhe për xhenemin, edhe për dënimin e xhenemit, menon edhe për begatitë e xhenetit, edhe për të mirat e xhenetit. Kështu është besimtari. Jeton midis frikës se ka me hinë xhenem, edhe jeton midis shpresës që me hinë xhenet. Kur besimtari mediton rreth fjalës së Allahut, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Thot Allahu, dhe shpejtoni për të kërkuar falje nga Zoti juaj. Shpejtoni dhe vraponi drejt Allahut, drejt Zotit tuaj, dhe për në xhenet, gjerësia të cilët është sa qielli dhe toka. Uiddat lilmuttaqin, që është i përgatitur për të devotshmit. Vraponi drejt Allahut. Ktheuni drejt Allahut me pendim edhe me tobe. Ktheuni rrugës së shpëtimit, ktheuni rrugës së drejtë, ktheuni rrugës së xhenetit. Sepse kjo është rruga e vërtetë. Këto rrugët tjera që janë djathtë shmajt, këto janë rrugë çore, rruga e vërtetë është rruga e drejtë. Kjo është rruga e vërtetë që ka pasur pejgamberi alayhis salam, që kanë pasur shokët e pejgamberit alayhis salam dhe që kanë pasur gjeneratat e arta. Gjithashtu dietar i kanë përmendur edhe disa gjëra tjera që na ndihmojnë që më kanë të qëndrueshëm fe. Prej tyre është të kapërit për metodologjinë e saktë. Të kapërit për metodologjinë e vërtetë, që është larg devijimeve, që është larg shpifjeve. Prej gjërave tjera që na ndihmon është edukata fetare, mi eduku fëmijët me islam dhe me iman, mi eduku fëmijët me namaz dhe me agjërim, mi eduku fëmijët që ashtu që na mëson Allahu dhe që ashtu që na mëson pejgamberi alayhis salam. Prej gjërave tjera që na ndihmojnë të jemi të qëndrueshëm fe, është largimi nga mëkatet, qofshin ato të mëdha apo të vogla. Qofshin ato të mëdha apo të vogla, se njerëzit mendojnë se kjo gjëna i vogël, se kjo s'është kur gjë. Ama pika mushët pusi edhe të merr ujë. Edhe mundesh me deviju prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Tjetër dhe fundi që të përmendim sot është njohja e gjërave devijuese me qëllim të largimit prej tyre. Njeriu do të më do hakun prej batilit, do të më do të vërtetën prej të pavërtetës. Njeriu do të më lexu dhe do të më mësu që me ditë cila është e saktë dhe cila është e pasakta. Mi mësu dhe devijimet e sekteve, devijimet e të devijuarve, që mos merron devijimet e tyre. Elus Allahu në madhruar me në dhonë qëndrueshmëri në fe. Elus Allahu në madhruar me në dhonë qëndrueshmëri deri në frymën e fundit. Elus Allahu në madhruar me në mësu me pas fundin e mirë. Elus Allahu në madhruar që Allahu më në falë me falën e tij të madhe, më në mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahu në madhruar më në bo prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elus Allahu në madhruar më në mësu me hinë xhenet pa hesab dhe pa llogari. Elus Allahu në madhruar më në mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më në mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie, prej zjarmit të xhenemit, që na çon në zjarmin të xhenemit. Elus Allahu në madhruar me na ndriçu natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe elus Allahu në madhruar me na tubun xhenet, çashtu çush na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.